Gjo, kur do njeri me punu, po them nështë që më bo miliarder, se na jënë, më bo disa miliardera dhe të po mendojnë që të më bo të gjithë. Çdo kush mundet me mbajt veten edhe një antar apo dy të familjes. Kush është i larguar rini? Kur plot lokalet, atje ka po vinë këta rini. Shkosh në vende tjera atje të nxjerrën edhe yndyrën, pse ata nuk të konsideron si njeri, thjesht një robot, një. A është e vërtetë që po thonë që krejt rinia po e lëshojnë Kosovën? Sa është e vërtetë kjo? Pikë pari, vetë pyetja, ju që keni bë këtë pyetje, është çështje që mendon kush është i larguar rinia. Kur plot lokalet, plot rrugë, plot çdo vend, atje ka po vinë këta rini. Vërtet, rinia ka nevojë të kyçet në punë. Punë, nuk them që kanë të gjithë për një herë, po ka me pas punë edhe ka punë ku duhet të kyçen aty ku mundet me dhënë sa do pak kontributin e vetë edhe kompenzimin e vetë. Duhet në për shkolla, po jo në për kafiqa, në për vende ku për shembull edhe humb dinjitetin e vetë, edhe e zvoglon buxhetin. A mendon që ka punë? Sa dush ka. Unë po të tregoj çdo gjë kur do njeriu me punu, po them nështë që më bo miliarder, se na jënë, më bo disa miliardera dhe të po mendojnë që do të më bo të gjithë. Unë mendoj që çdo kush mundet me mbajt veten edhe një antar apo dy të familjes nëse do me punu siç duhet, sepse tash për tash në çdo vend kërkohen punëtor, ka dhe keq përdorim edhe të punëdhënësit, por sado kudo me paraqit besoj që të gjithë rinia. Rinia është e Kosovës është shumë e shëndosh, që është vend edhe vend i shëndosh, por duhet të angazhohen në pikpamje ashtu si me rrethi, por jo me u lidh me telefona, me interneta, me kafe të ndryshme. A ka ndryshu pak rinia prej? Po shef, nuk po them se nuk mundesh me përcaktu një çështje. Çdo herë pavarësisht rinia ka ndryshu dhe duhet me ndryshu, por mi marr ato të mirat e kush ato të cilët nuk janë të vlefshme me lan, por jo mi marr disa të këqija, pa do ka dash që të vinë, për shembull nga Evropa apo nga vende tjera, edhe duhet na jem popull në vërtet i shëndosh. A mendon që janë paga të mira në Kosovë s'po do një punë? A mendon që do të merrit pagat pak? Shef, te paga është të them një fjalë popullore që thotë shtrik kom se e ke jargonin. Kosova është ka dalë për një kataklizmit, ka dalë për një 25 vjet, nuk ka buxhetin që ta kenë rrogën apo pagë si ta quajmë sigur në Gjermani, apo sigur në vende tjera. Ne në kuadër të kësaj na mundem me jetu. Pos duhet të mbikëqyren çmimet të cilat i vehen nën kontrollin e qeverisë Kosovës. Me që është një ligj, nëse e keni ndëgjuar ju, është një ligj i cili duhet të aprovohet, por nuk është aprovuar në Kuvendin e Kosovës, i cili ka kulmin, do thotë deri kur mundet me shku një çmim, andaj ai nuk pasurohet as shumë, të tjerët përfitojnë. Çfarë këshille au kishe për nisë mos me çu vendin? Ta dinë që vendi më i bukur dhe më i shëndosh është Kosova. Edhe besoj që çdo qytetar jeton në atë më të mirën që ekziston këtu. Me një punë, me një sjellje, mendoj që edhe gabimi fatal se kur shkosh në vende të tjera atje të nxjerrën edhe yndyrën të huaj, sepse ata nuk të konsideron si njeri, po si thjesht një robot, një që të shfrytëzon. Faleminderit shumë. Për të mirë çdo gjë. Çfarë mendimi keni që po bën shumë divorce në ditët e sotme? Kjo e di. Po nuk është mirë, nuk është mirë. E pse po ndodhen që ka shumë ndarje? Ndodhen se liria e teprume ndoshta. Liria e teprume e teprume bën atë përpara nuk ka pas divorce. Nuk jemi pajtu një herë, s'kemi këshyr diçka tjetër, e kemi ditë që me që atë do ta shojmë jetën edhe s'kemi, po tash. Tash vet pi gjenë. I gjenë vet, po prap dalin, ju pëlqen diçka tjetër, një jetë tjetër. Domethënë, e kush është shkaktar që kanë diku që ka shumë, që po bëhen që ka shumë ndarje, kush është shkaktar këtu? Po koha ka ardhur çashtu. Neve prindët na kanë ofruar një zgjedhje të mirë, po ata kanë menduar më larg, kanë
kqyr përjardhjen e fëmijës, prindit krejt janë pajtu ata, edhe ne jemi pajtu, edhe ma del në vdekje kur. A kun kua ma mirë atëherë me mëset ata që i gjejnë vetë? Ma mirë është vetë që i gjejnë, por duhet edhe pajtimi prindëve tash me ditë përjardhjen atyne çka e gjejnë. Për shembull, nëse e gjejnë një vajzë, duhet me ditë ka përjardhjen, kush është, çka ka bën, çfarë prind ka pas, ka i ka rrajt e tjera. E tash nuk pikqyrin këtu. Tash nuk e këshyrin. Po është ma mirë që nuk pikqyrin a ma ketë. Unë mendoj që ma keq se duhet me këqyr përjardhjen. Kush do me po a do të pajtohen, a E kanë çfarë mendimi ki për nuset e reja? nuset e reja, liria teprume. Do me thonë, kisha me krahasu kështu. Përpara ka qenë një burri ka qenë si shofer, ka vozit asi. Tash kanë përvu një kohë, duhet me kanë barabart, por me dy shoferë s'po bëjke. Tash timonin kanë marrë gratë. A ma keq që e kanë marrë grata? Po tash, nështë ma kesh, nështë ma mirë, po unë si shë pajtu për këtë. Ti nuk ishe pajtu me ti? Jo. Çfarë këshille ja u kishe jetë? Kuna trive, me u marrë vesh me zveti, me u pajtu me zveti, mos me abo njeni tjetrit shka si pëlqen ati, diçka shka si pëlqen njenit, mos me abo tjetrit, gjithmonë me që dorë në zemër, a i pëlqen partnerit tim, dë bëj unë qështu, si pëlqen, edhe unë s'po bëj, edhe ajmo, që do më njërë kuptim e pas. Apo veten që tash ma shumë qikat? Apo veten qikat ma shumë doroste? Ma shumë. Do më thonë, nuk isha pajtu që edhe mu vetëm djemë, por edhe jo edhe të e përbajës, por më konë një farë barazia ashtu, me menu njërë qetë, njërë sinqeritet janë pyetje mas shumë ti. Apo mendon që po mungon pak sinqeriteti? Mungon sinqeriteti. Çdo gjë që bëhet fsheftas, tinës, prapa shpinës, nuk sjell rezultatet mirë dhe vjen deri te to divorcet që po shkaktohen. Faleminderit shumë. Me ndërqofsh, s'ka gjë. Një rrogë edhe me ju ndihmu e prindve, edhe kur të martohesh, që ajo vajza që është me jetu bashk, nëse janë kushtet dhe dalin, kanë mundësi me ble banesa, okej, kjo edhe nuk është keq, apo kupton, po jo valla po dalin e me qyra, veç arsyja, nëse me nejt me prind, une këto sene nuk i pilqej, koha jeme nuk i pilqen, sepse duhet me pas respekt, respekti nëse hup, sidomos ndaj prindve, nuk pritet mirë. Nuk pritet. A keni këshill me dhon për rinin sot? Une rinis ju kësha dhon një këshill, pra mas i më ban pyetje. Duni familjen, formoni familjen, respektoni prind, edhe të burrit, edhe të vajzës, mundohuni me konë afer dhe me respektu dhe me ju ndihmu, sepse obligim nesër bëhen fëmija juj që qita do të me pas ndaj juve. Do me thonë, ti përja u banë prindve tu, për nesra kur të rritit fëmiju jetë, edhe ti ki që dëshirë. Do me thonë, aja shkon brezmas brezit, a më kupton, nuk e ki vesh ti prindve, po edhe ti kur bësh prind fëmija tu, kanë me këthy që ato. Do me thonë, unë mendoj që kjo nuk guxon me hup respekti, e dashuria, e afërsia, me prind po se po edhe me tjerë antarë, vllai, motre, halle, teze, këto, edhe pishohëm na sot, as nuk të vjen kush, as shkon kusha. Do me thonë, unë s'di çfarë jete është kjo. Përpara u konë kënaqësi e veçantë, kur ti e shku dikon, i kanë thirrë dhe... Sidomos festa e Bajramit. Po, sigurisht, po. Që i afron krejt i sheq aty. Tash rritet një fëmijë i dikujt shumë i afërt i jyti, edhe ti nuk e njeh fare.
Po, a mujnë më taku e këta tri tash njëri me tjetrin edhe me ardhur deri tu feje sa martesa me një person i cili është familjari i yti. Prandaj janë përpara shumë më mirë, se edhe rinia ju njoft, ju në takue, për mire, për të keq. Tash ka hupa, ka ndryshu. Unë nuk e pilqej këto, për ja që s'muj me ndryshu për fatë keq. Faleminderit shumë që ndove ku me Shumë faleminderit. Edhe suksese, edhe rinia, Faleminderit shumë për veç përpara isha.